Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë tjetër. Byrek me spinaqe, lakra të egra në formë role dhe petët i kam hapur me dorë vetë. Fillojmë ta përgatisim. Si fillim do të vendosim në enën përkatëse ku dhe do e përgatisim brumin, vendosim miellin. Ku më parë do e sitim si gjithmonë. Do të vendosim 5 gota ujë me miell. E kemi përfunduar edhe sitjen e miellit, tani do të vendosim vajin e ullirit. Unë kam vendosur 4 lugë gjelle me vaj ulliri. Ju mund të vendosni vaj misri ose vaj lule dielli, çfarë t'ju gjendet në shtëpi. Vendosim kripën, 1 lugë çaj me kripë, dhe do të vendosim ujin, ku brenda në ujë kam vendosur 1 lugë gjelle me uthull. E përziejmë deri sa të formojë brumin. Ja ku e kemi përfunduar edhe brumin, ku e kemi përfituar një brum të butë, spërkatim pak enën, përkatëse që do vendosim brumin me vaj, dhe lëm në qetësi. E mbulojmë me një qese guzhine. Dhe lëm në qetësi për 30 minuta. Ndërkohë që brumi do bjerë në qetësi, ne do të shtypim spinaqin dhe lakrat e egra. Unë nuk i kam përvëluar këtë radhë, po thjesht i kam shtypur me pak krip. E spërkasim me krip dhe filloj me shtypim. Spinaqet dhe lakrat ishin super të freskëta, siç e shihni, dhe kërcitjen që ajo bën. Kështu që unë preferova më mirë mos t'i përvëlloj me ujë të nxehtë. Ja ku e kemi përfunduar edhe spinaqin, tani do të shtypim lakrat e egra. Vendosim lakrat, i spërkatim me pak krip dhe fillojmë i shtypim. I kemi shtypur dhe lakrat e egra. I vendosim ke spinaqi, duke kulluar mirë që atë lëngu që kanë nxjerrë mos ta vendosim aty. Dhe vendosim dhe kopër majdanozin, ku më parë e kam larë dhe e kam grirë. Vendosim vajin e ullirit dhe i përziejmë të gjitha bashkë, që erëzat të shpërndahen në gjithë masën e lakrave dhe të spinaqit. Tani do fillojmë të përgatisim byreçkat e vogla. Brumi e kam mbaruar të kohën e qetësisë, shihni sa i butë është bërë, spërkatim pak banakun me miell, vendosim brumin dhe tani do ta ndajmë në pjesë të barabarta. Nëpërmjet një shpatulle të vogël e ndajmë në këtë mënyrë. Tani do t'i formojmë në toptha. I punojmë pak me dorë dhe ja ku e kemi topthin e parë. Kështu do të vazhdojmë derisa ta përfundojmë të gjithë pjesët e ndara të brumit. E kemi përfunduar dhe tani do t'i spërkasim me miell. I shtypim pak, e spërkatim, i spërkasim dhe sipër dhe kështu do të veprojmë me të gjitha topthat. Do t'i vendosim në një tavë, ku më parë e spërkasim dhe me miell, dhe do fillojmë të hapim byrekët, petët e vogla. Unë e kam hapur një pet pak më përpara, kështu që nuk e demonstrova këtë, do demonstroj këtë në vazhdim. E vendosim në një tavë, ku më përpara do e lyejmë nëpërmjet një furçe me vaj. E vendosim, e lyejmë pak sipër petën dhe tani fillojmë të lyejmë banakun me pak vaj, do të lyejmë sipër brumin, do i kthejmë dhe nga ana tjetër, që ta lyejmë edhe nga ana tjetër, që të zbutet sa më mirë brumi, dhe tani do fillojmë të hapim në këtë mënyrë. Duhet keni parasysh që mielli që do merrni për të përgatitur byrek duhet të jetë me proteinë të lartë. Unë këtë miell që kam marrë e ka proteinën 12.5% dhe mënyra e hapjes së petet hapet kollaj. Unë i kam dalë në topsa të vogla, ju mund t'i bëni më të mëdhaja petët, po unë preferova t'i bëja këto rolet të vogla. E hapim në këtë mënyrë duke shkundur petën në të gjitha anësoret e saj, janë në këtë formë dhe peta hapet shumë kollaj. Ja, pothuajse e kemi përfunduar hapjen, është hapur shumë mirë, peta ka dalë shumë e hollë, siç e shihni, duke dhe figurat poshtë. Dhe tani do ta palosim në këtë mënyrë duke vendosur mbushjen sipër të spinaqit dhe lakrave të egra. Do ta mbyllim, mbasi kemi vendosur këtë, do ta mbyllim në anësoret si janë në këtë formë dhe do ta përthyejmë. Do e palosim të gjithë petën duke mburuar plotësisht mbushjen. E rrotullojmë në këtë formë, pastaj me plumët e duarve do ta shtym e të rreqim pak brumin dhe e formojmë rolen, si në këtë mënyrë. E vendosim tavë
ku kemi hapur dhe pete tjera, pa tjetër, e lymi vaj, e ha dhe peta tjetër. E tani do të vendos petën e fundit në qendër të roles. Nuk kisha vend për një role tjetër dhe unë vendosa që ta hap petën, po ta vendos në qendër të roles tjetër, anës e përqarë. Ja, mënyra si hap, shumë e thjeshtë, të riqeni, shkundeni pak petën dhe është shumë e thjeshtë. Për çdo anvis që është fillestare, kjo lloj mënyre është shumë e thjeshtë. Nuk flas për anvisat që ditë hapi petën në mënyrë perfekte. Ja, në këtë formë, shkundeni petën dhe peta hapet shumë kollaj. E hapëm dhe petën duke shtrirë çik me mozët e gishtave, e palosim dhe vendosim mbushjen. Kështu do të veprojmë apo si kam vepruar në të gjithë petët që kam hapur. I vendosim dhe mbushjen. Do ta përthyejmë në anësore si gjithmonë, që mos na dalë mbushja. Dhe e palosim duke mbuluar mbushjen me petën. Në këtë mënyrë. E rrotullojmë gjithmonë kështu. E rrotullojmë deri në fund me plumët e duarve. E tërheqim pak dhe lëmë një anë për ta vendosur në tavë. Kjo është peta fundit. Siç e thash, e vendosim në qendër të roles. Ja ku e kemi, do t'i lyejmë të gjitha rolet me pak vaj dhe do i pikim në temperaturën 180 gradë për 45-50 minuta, gjithmonë në furrë të paragrohur, po në këtë temperaturë. Kujdes se furra nga furra ndryshon jashtëmase. Do të keni shumë kujdes. Ja ku e kemi përgatitur, e vendosim tavën me byreçkat në furrë. Na janë pjekur në mënyrë perfekte. E shohim dhe se janë shumë të nxehta, të shohim se si na pjekur, si përduken, po ta shkojmë në pjesën e poshtme. Ja ku e kemi, pjekja është bërë super. I vendosim në një pjatancë ku ju të dëshironi, që ti kemi gati për ta serviruar, dhe kjo të dalë dhe nxehtësia e madhe, normal. Tani do ta shohim se si na janë pikur ato petët, kërcasin apo jo. Ja ku është dhe rolea e madhe e qendrës. Petët na janë bërë super, shkërmoqet, pa ta shohim tani. E shtypim me gisht dhe super. Duke dhe të buta, po edhe ajo pjesa e sipër me petës kërcet. Të shohim dhe një pjesë, një role të vogël, se si na është pjekur dhe pjesa e këtyre roleve të vogla. Kërcet në mënyrë perfekte, super. Super. Ju bof të mirë. Faleminderit shumë që më ndiqni dhe miru takofshim në videot e radhës.